إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësinë e veçantë që Allahu Azza wa Jall na beqatoi dhe na nderoi kur na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me madhrinë dhe begatin e fesë Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall nderoi njerëzimin. Sot do ndalemi me temën demaskimi shpragu i fitores. Përse vëllezër të ndershëm duan të demaskohen hipokritët, përse duhet të demaskohet e pavërteta që të ngadhnjin e vërtetë. Lejo të ndërshëm, Allahu thot në Kur'an i Kerim, efe në gjalul muslimin e kel mujrimin, ma lekum kejfe të hkumun. Qëfar me ndoni ju? A mund t'i barizojmë besimtar të jenë të barabart me kriminellet? Qëfar jeni ka gjikoni? Gjikata absolute Allahut Azza wa Jall është ndërtuar mbi mëshirën dhe drejtësinë. Dhe s'ka mundësi që Allahu Azza wa Jall t'i barazon besimtarët e sinqert të nënshtruar Allahut Azza wa Jall me kriminellet. Barazimi i tyre është, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, a mendoni se janë të barabart ai që shiqon dhe ai që është i verbër? A mund të bashkohet errësira me dritën? Si ka mundësi të barazohet besimtari dend i sinqert me jo besimtarin kriminal? Pra lejo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall nga madhëria e fesë Allahut, Allahu Azza wa Jall nderoi njeriun. Allahu si qenie njerëzore e nderoi njeriun, si që thot Ibn Taymija. Pra të thonë të Hasan al-Basriu, s'ka gjuna më të madh tek Allahu Azza wa Jall se sa të nënvlerësohet, të përbuzet, të nënçmohet, të përdhunohet njeriu. Qenia njerëzore është e shenjtë tek Allahu Azza wa Jall. Pa thot Allahu Azza wa Jall, wa laqad karramna bani Adam. Ne me vërtet bijtë Ademit i kemi nderu. Dhe i kemi bërë ato që të udhtojnë në udhëtime të në sipërfaqen e tokës dhe detit. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, dhe ne e kena përsos, e kena nderu njeriun, e kena shenjtëru njeriun, e kena ngrit nga shumë krijesat e tij. Ku Allahu e pohon në Kur'an i Kerim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Na vërtet njeriun e kena kriju në formën më të përsosur, thumma radadnahu asfala safilin illa. Mirë po njeriu insiston që ta nënvlerëson të mposhtë vetën e tij dhe ta përbuz dhe ta ban më të ullë qenje njerëzore apo qenje krijesës Allahut Azza wa Jall. Allahu ka të ka nderu, mirë po njeriu insiston që të ben nën më i ullë se sa qenja shtazore. Atë Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an i Kerim, wa laqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal ins. Ne kemi banor të zjarit shumicën nga gjinët dhe njerëzit. A din cila është arsyeja? Lahum qulub la yafqahuna biha. Kishin mend mi po nuk logjikoshin me ta. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kishin si po nuk shiqonin me ta.
e kishin vesh dhe nuk ndëgjonin këto, thot Allahu azza wa jalla ulaike kel an'ami bel hum adall, ato janë sikur krijesa shtazore, por edhe më të ullë se qenja shtazore. Dhe mos pas qenë dosjet e fundit, ne kishmi pas vështirë që ta kuptojmë se si ka mundësi që njeriu të ben aq ullë që edhe shtazët s'ka mundësi që ta parifitirojnë dhe ta mendojnë ta bojnë një krim si që e ban birja Ademit, e në veçanti ata që në shesin moral, ata të cilët e konsiderojnë vetën e tyre se elita më e lartë e njerëzimit, civilizimit, emancipimit, në tregojnë për Allah vëllezër të ndershëm, ku Allahu azza wa jall në tregon se ata që jetojnë për epshët e tyre, jetojnë për barqët e tyre, janë më të ullë se baktia dhe shtazët. Para vëllezër të ndershëm, madhëria Allahut azza wa jall si që e pohoj dhe një artiste italiane cila pranoj islamin dhe bani një shkrim një drejtu me këtë fjalë, shkortimisht vëllezër të ndershëm tha se isha e vetëdijshëm deri sot, sepse Allahu azza wa jalla ka kriju xhenemin derisa u shfaqen dosjet e fundit vëllezër të ndershëm, e të cilat e i treguan njeriun se sa ka mundësi të jetë njeriu i përbuzëm, para të thot se e kuptova se Allahu azza wa jall që thanë Kurani Kerim wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Mos mendoni se Allahu an gaflet i pakujdesshëm nga asaj që e bojnë në errësirë kriminalët. Mirë po Allahu azza wa jall dëshiron që dosja e tyre të stërmbushen, që të përbuzën si për faqen e tokës, që njerëzit mos lakmojnë që të jenë në pozitat e tyre, që mos lakmojnë në sistemat e tyre, që në mos lakmojnë vëllezër të ndershëm në mençurinë e shitur të maskuar të tyre. Për këtë arsye Allahu azza wa jall i vonon li yawmin tashkhasu fihi al-absar, kur ditën vëllezër të ndershëm kanë mushtang sytë e tyre, ka doshtang sytë e tyre prej kësaj dunjaje dhe në ahiret, ku Allahu azza wa jalla shpalos ashpërsinë dhe ndëshkimin e tij. Pra vëllezër të ndershëm, ne i nga të fillojmë dhe ka të mbarojmë, vëllezër të ndershëm, kjo grua e cila quhet Jimmy Brown tregon dhe thot se unë e kam kuptuar madhërinë e Islamit, ko Islami nuk e përbuz qenjen njerëzore, por Allahu azza wa jall e barazon një kriminal, një njeri që e shfaroz mbar botën, e barazon dhe me një njeri që e gjeder gjakun e një njeriut me të padrejt. Para mendon e vëllezër të ndershëm, nga sa bota elita e përparuar është e quajtur e civilizuar sot në sofrat dhe tryezat e tyre, kanë pjek fëmijë të mitur njerëz dhe kanë ngrënë mishin e njerëzve vëllezër të ndershëm në tryezat në ishujt e tyre, që s'ka mundësi që ta imagjinon njeriu se si ka mundësi njeriu të hanë mishin e vëllavit vet, kurse Kurani Kerimi na tregon se ngrënia e mishit të vëllavut të tij të vdekur është vetëm me ja përgoju, me ja cenu nderin. Kjo është vef madhështore që Allahu azza wa jall na tregon se pa ta njeriu abohet qenie shtazore. S'ka mundësi që të jeton njeri krenar i ndershëm pa fen e Allahut azza wa jall. Pra njeriu pa fen e Allahut qëndrohet në shtaz. Ashtu për këtë arsye kjo janë vetëm disa dosje që janë shpalos. Ajo të atë të cilën batrondit se që nuk e dim është edhe vëllezër të ndershëm shumë ma e frikshme. Si ka mundësi të imagjinosh vëllezër të ndershëm grabitet fëmijët në mbar botën, sjellën në këtë ishull të shëmtuar si që thonë të kjo, vërtet ki njeriu vdiq mirë po ngeli ishulli, që të jetë njolla e zez e historisë së shekullit të kaluar dhe shekullit bashkohor, që t'i gallëzon mbar botës se kush na ka udhëheq gjatë këtij shekulli. Ka nga ngel njolla e historisë së zez,
Pra vëllezër të ndershëm, për ata Allahu thot wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. S'keni çka u brengosni, s'keni çka u demoralizoni, s'keni çka u dëshpëroni, nga se ju jeni më të lartë përderisa jeni besimtar. A je besimtar, je më i larti. A je musliman, je më i larti, për çka se jeton me fen Allahut azza wa jall. Pa ato lejo të ndërshëm, Omer ibn Khattabi ju drejton të pranishmeve, kur e goditi një djali prisit, i djali i Amr ibn Asit e goditi një Kipti në Egjipt dhe në kohët e Omer ibn Khattabi. Omer ibn Khattabi drejtohet me këtë fjalë dhe i thot: Meta sta'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Prej kurtis i robëruat njerëzit kurse nonat e tyre i kanë lind të lira. Prej kur ju i sklavëruat njerëzit kurse nonat e tyre i kanë lind të lira. A ju kujtohet vëllezër të ndershëm fjala e çmueshme e Rib'i ibn Amirit, komandantit suprem në luftën e Qadisiut, kur ballavaçohet me oficerin komandantin persian, të asaj kohe Rustem, dhe ai e pyet dhe thot: çfarë jeni ju? Përse kush ju ka sjell juve në pragun e dyrëve tona? Vëllezër të ndershëm, Rib'i ibn Amiri përgjigjet atij dhe thot: kemi ardhur të çlirojmë njerëzit nga robërimi i njëri tjetrit dhe të çlirojmë njerëzit dhe të bëhen rob vetëm të Allahut. Kemi ardhur që të njerëzit shklavërim, kemi ardhur që robërim na të lirojmë, jo t'i robërojmë dhe t'i sklavërojmë. Ligjet bashkohore, vëllezër të ndershëm, që ne i përjetojmë për çdo ditë, edhe i shtohet doza e tyre zullumit e padrejtësisë. A nuk ka një lloj sklavërimi që na bojnë mbi qafat tona, kokat tona, që ne së një ngris mbi sisën i qelë mbi sitë, së një ngris mbi kokat, për atë emigrimi ma i madh në tokat tona për çkak sklavërimit. Kur është pyet tyje se çfarë është e dobishme për ti, a është e ron apo e lehtë? Ndërsa vëllezër të ndershëm, Rib'i ibn Amir thot: kemi ardhur të çlirojmë njerëzit nga sklavërimi njëri tjetrit. Elita e dopt është ajo e cila sklavëruar një elitë mbi jeton në gjersën dhe gjakun e pshumicës së dobët. Dhe kemi ardhur që të lirojmë nga gushtësia e dunjos, si djermi ata në gjerësirën e saj. Të lirojmë njerëzit nga sklavërimi, ko të lirohet njeri nga sklavërimi, merr frim mirë dhe kollaj. Dhe thot: kemi ardhur ne që njerëzit ti nxjerrmi nga rësirat, nga padrejtësit e feve dhe ti nxjerrmi në dritën e fesë Allahut azza wa jall. Ka të pohoj dhe Gjafer ibn Abi Talib, vëllezër të ndershëm, kur u taku me Najashiun dhe e pyette: kush ishi ju? Kur shkuan Amr ibn Asi dhe ngjetër që t'i sjellin emigrantët muslimanët që emigruan dhe u streuan te Najashiu, jo përgjigj Gjafer ibn Abi Talib: ne kemi qenë krijesa më të rëndomta, më të ulta. Para mendon e vëllezër, thot: i kemi adhuru gur dhe pemt. Kemi qenë që i kemi adhuru idhujt, kanë qenë të çmuar në zemrat tona dhe në shpirtat tona. Kemi qenë që kemi ngrënë ngordhësira. Kemi qenë na që i moralitetin si u kemi shmon nga saj. Kemi qenë na që cilët jemi sjell mirë me fqinj. Kemi qenë na se i fuqishmi e ka robëru të dobtin. I fuqishmi e ka robëru, e ka nënvlerësu të dobtin, derisa Allahu azza wa jall na begatoi me një pejgamber që ja dim prej ardhjen e atij, e dim besnikërinë e tij, e dim moralin e tij, dhe Allahu azza wa jall na nxjerri nga errësirat që i mbijetuam dhe dulëm në dritën e Islamit. A nuk ka vëllezër të ndershëm xhailieti bashkohor më i rëndë se xhailieti në kohën e Abu Jahlit dhe në kohën e Abu Lahebit, në kohën e pejgamberit Allahu? Pra të vëllezër të ndershëm, të pat të drejta një dietar me pas pejgamber, që Allahu azza wa jall kish dërgu pas pejgamberit Allahu në sot në këtë zaman. Allahu azza wa jall kish dërgu pejgamber për çka se njerëz kanë dalë nga natyrshmëria e tyre.
Ma e nevojshme se sot me pas pejgamber, kur s'ka pas si për faqen e tokës. E qka bojnë thirë sot? Qka bojnë musliman që flejnë u dhe o të ndërsh? Pra ta thënë një djetar se për plasja dhe mos marveshja jonë me përëndimin, nuk kanë çështjen e fesë, apo nuk kanë çështjen e drejtësisë, po në çështjen e natyrshmërisë. Ata njerëz janë të cilët e kanë ndryshuar natyrën e tyre. Janë njerëz të cilët kanë ndarë prej natyrshmërisë së tyre. Pra do leo të ndërshëm mirë, po ka parashtrohet pyetja pse Allahu Azza wa Jall përret, pse Allahu Azza wa Jall ngadalson, pse Allahu nuk nxiton, a dini vëllezër përse? Për çka se t'jetë ju trashet dosja atyre, që t'ken argumente dhe fakte, Allahu Azza wa Jall është që ja trash dosjen atyre. Pa atë ka thonë Allahu mos mendojnë ata të cilët jetojnë jo besim, në krim, më që i cilët janë zullumqar, mizar, mos mendojnë se na pse ja zgjatmi atin dhe pushtetin e tyre, pse ja zgjatmi na jetën e tyre, pse i zgjatmi na sundimin e tyre, mos mendojnë se është hajër për to, kjo është sherr për to, mirë pa ata janë që nuk e kuptojnë. Krimi organizuar ku gjamësien një njëri të nga dalson ata, prit pak të zbulojmë këtë rjetin. E kuptove pse Allahu Azza wa Jall nga dalson? Mirë pa Allahu Azza wa Jall nga dalson mirë, kur ta merë nuk e shpëton askush. Alametët dhe shenjë do leo të ndërshëm, para se të ven fitorja Allahut është demaskimi i pavërtetës dhe zullumi. Pa u demasku ka njerëz pastaj me ardh Islami lakmoj dhe thot, t'kish mi qenë në atë sistem, si kur t'kish mi qenë atër, kush lakmon sot qëtë në sistemin e Enver Hoxhës, pra Allahu e vonoj atë sistem kur e mor Allahu Azza wa Jall e shpartalloj, që mos ngele as fëmi, as plak, as iri, as ere, mos lakmon në atë sistem të brishor. Pra do leo të ndërshëm për këtë arsye Allahu Azza wa Jall, ku ta shpalose zullumin, ka thonë Ibn Qayyim, Allahu nuk e shpalos pa drejtësin, vetëm që të triumfon drejtësia. Dhe Allahu Azza wa Jall e dini përse Allahu e demaskon pa vërtetën, me na tregu neve se vërteta ekziston, mirë po e vërteta është mbuluar me pa vërtetë. Para duhet të shmangët e pavërteta, të griset perda e pavërtetës, që të lullëzon dhe të ndryqon rezat e të vërtetës dhe të del dritë Allahut. Pa atë Allahu Azza wa Jall thot, kul gja el haqqu wa zahaqa al batil, inna al batil kana zahuqa. Thuaj erdh e vërteta dhe u shduk gënjeshtra, u shduk e pa drejta, mirë po mos haroni se e pa drejta ka qenë shdukur. Mirë po ata e ka majtë kriminell të kësaj dunjoje të cilët dojnë të mbijetojnë me petkën e padrejtësis, ato janë ato donator të cilët e mirëmojnë deri një kohë. Deri sa të ban emën Allahu Azza wa Jall, pra e vërteta ekziston. Mirë po pse e vërteta vëllezër të ndërshëm nuk mbizotëron, për çka se është mbulu me petkën e pavërtetës, atëherë Allahu duhet ta shpalos nga mrena, si që shpalosi Allahu Azza wa Jall mizorin dhe padrejtësin e Firaunit. Për ata historianët thojnë, a dini kur ka ra Firauni dhe pushteti Firaunit, dhe në nënvizone në këtë gjumo, këtë që do t'ja them, nëse këtë emin një këtë mesazh, do t'a kuptoni se në cilën periull në gjindemi. Historianët thojnë se është shpalosën, pra Firauni dhe qeveria ti është rëzuan në ditën kur falltorët e Firaunit e shpalosën dhe ndalën propagandën dhe e pasuan Musajn dhe Harunin. Falltorët magjistarët që sakrifikuan me jetën e tyre janë ato që e grisën perdën e mashtrimit të Firaunit. Firauni dhe qeverisja e tij ka ra ditën vëllezër të ndërshëm kur magjistarët që umburte me to nga obori mbretërisë, Firauni umburte me to, ishin më të zgjedhurit, ja shpalosën petkën e gënjeshtrat dhe mashtrimit dhe devijimit të Firaunit. Pa ata që ndëruan besnik ndaj Allahut Azza wa Jall dhe kur u sjollën në gjikat, i thënë gjikatës, faqdi ma anta qad,
Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, gjiko si të duash, gjiko me çfarë të duash, mirë po dije se gjikimi jot nuk vazhdon për ahiret, ai është i përcaktuar, i përkohshëm vetë për këtë dunjë. Para se me mbit Firauni, po para se me dështu, qeverisja e tij është palos gënjeshtër. Pra tregohet do leo të ndërshme me një ngjarje ku një plak vën te Firauni dhe kërkon që Firauni t'ja krijoje një pul. T'ja marroj një pul. Dhe Hamani, ai që ishte ideatori i Firaunit, i thot se Firauni është i preokupuar, i angazhuar, është të kriju deve, s'ka vakt për pulë. Gënjen Hamani, si që gënjen të Firauni. Dhe Firauni, kur o këthi dhe e pyti Hamanin dhe i tha, ta qëfar kërkon të i plaku dhe kryo, a i kërkon të që kryosh, që marosh një pull. Qka i thave thash, është i preokupuar Firauni duke kryu deve, e dashti Firaunin këtë rast, gjithashtu me manipulu me Hamanin, i cili ishte ideatori Firaunit, tha e more Haman sa zoran shme kryu deve. E Hamani ja kthej Firaunit, tha o Firauna, mu e po më tregon, për ata rapt e përdori një fjallë, një shemëll, thot, ja Firauna la Haman, o Firaun, a Hamanin ti po do me manipulu, edhe ne vëllezër të ndëshëm ashtë duke në ndodh ajo ngjarje e ngjajshme, a bashkë futët dojnë me mashtru Trumpin, i cili është ideatori kësaj loje. Pra vëllezër të ndëshëm, kjo që po ndodh atë demaskim që mos kenë argument, ku Allahu thot në Kurani Kerim, Allahu thot li ehlike men heleke an bejjine, o jahja men hajja an bejjine, që të shkatrohen dhe të fundosën ata që cilët e meritojnë fundosjen dhe shkatërimin me argument dhe fakt. Jo me zori dhe pa drejtësi. Allahu nuk e ndëshkon një popull me pa drejtësisht. Po Allahu Azza wa Jall është ai i cili shpalos perdën e marrëzirave të tyre, që nëse shkatërohen dhe nëse përmbysen pushtetet e tyre, let po përmbysen me fakte dhe me argument. Po ashtu thot Allahu liyemiz Allahu al-khabitha an tayyib. Liyemiz Allahu al-khabitha min at-tayyib. Që Allahu ta dallon të mirë nga e keq. E kuptuat dhe të ndërshëm se Allahu Azza wa Jall demaskon këta njerëz për çka se vëllezër të ndërshëm, Allahu dëshiron që neve të na i sjellë fakte dhe çaste dhe argumente se s'ka mundësi e vërteta të ngallnjen pa u shpartalluar pa vërteta, që mos t'i mete grimc nderi dhe respekti në mbar njerëzimin ndaj elitës, ndaj njerëzve të cilët kanë bizotëruan, kanë torturu, kanë përdhënu, kanë abuzuan. Vëllezër të ndërshëm, edhe fëmijë në gjep i kanë abuzu, para mendone, i kanë abuzu fëmijët 4 vjeçare, elita më e lartë e cila na ka shit neve ndërgjegje, na ka shit moral, na ka tregu parime, na ka tregu sistem. Pra vëllezër të ndërshëm, para mendon ti se çfarë mund ato të kenë në dosjet e tyre. Pra kjo është madhëria Allahut Azza wa Jall, nuk i shpalos këtë dosje, nuk është kjo shpalosje e rastishme, kjo është e kordisur prej anës Allahut Azza wa Jall, që ne ta dim madhërinë e fesë tonë, ku Allahu Azza wa Jall e shënjtëroi njeriun, e shënjtëroi fëmijën, e shënjtëroi gruan. Pejgamberi Allahu s'ka leju që të përdhoset nderi jo besimtarve edhe gjatë luftës. Nëse është ngru, nëse është fëmijë, nëse është morg, nëse është që nuk merr pjesë në luftë, për atë kjo aktoria apo kjo artistja e cila e përmena, ta e kuptova gjithashtu se pse këto nuk lëvizin me mbyqjen e kaq shumë fëmijëve në Gaza. Tha unë pritësha se këto do të reagojnë, faktikisht, këto faktikisht i pjekshin ma herët fëmijët dhe i hashin, i abuzoshin ato, ja mirshin nderin atyre, ja mirshin për çka se ka vdek të të ndërgjegja kërat Allahu Azza wa Jall, neve në shpalose pse mungon mëshira në zemrët e tyre, mungon mëshira në zemrët e tyre për shkak mungesës së rahmetit Allahut Azza wa Jall.
Falemdojmë Allahun Azza wa Jall, i cili Allahu Azza wa Jall i kanë gjetë gjokësat tonë dhe zemrat tona me mëshirë, ai i cili kur u taku me armiqtë e tij në çlirimin e Qabës tha idhhabu fa antum tulaqa, ju ishi gjë që më luftuat, ju ishi gjë që më akuzuat, ju ishi ata që më dëbuat, mirë po shkoni të lirë, jeni të falur. Kjo është mëshira më e madhe që pejgamberi Allahut i tregoi njerëzimit para dollëve të ndërshëm. Gjithashtu kjo vazhdon dhe thot në këtë ishull i akuzoshin musliman si ekstremizmi më i madh. Ishte qenën dek ato, ishte qenën i maskuar pas kravateve, pas kateve, pas pallateve luksoze të tyre. Pra nëse vlen dikush të i thuat kriminal apo terrorist, ma terrorist se ato që e buzojnë fëmijët ku kemi mi qetë. Ma terrorist ato që e hajnë fëmijën, që i hajnë mishin e fëmijëve dhe njerëzve akama të mëdoj se ato. Ma terrorista se ata të cilët i vjedhin trut e njerëzimit për eksperimente dhe për fuqi. A ka vleo të ndërshëm, ma terrorista dhe ma ekstremista se ato që derdhin gjakun e njerëzve të pafajshëm dhe vjedhin gjakun e tyre. A ka? Për këtë arsye këtu ishte ishulli që u planifikon të terrorizmi botëror, ana mendoshmi dhe pritshmi do një mëshirë dhe ndalje të ekstremizmit apo ndalje të genocidit mbi kokat e fëmijëve të Gazës. Mirë po Allahu Azza wa Jalla zbuloi perdon dhe Allahu Azza wa Jalla do të zbulojë shumë raste, shumë sende të cilët vijojnë. Mirë po Allahu me këta sinjalizon se fitoria është afër, triumfimi dhe ngadhimi të drejtave është afër. Para atë Allahu Azza wa Jalla tha mos u demoralizoni dhe mos u nënvlerësoni, nga se ju jeni më të lartë përderisa jeni besimtar. Allahu na bën pe atin wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi një hadith të madh të pejgamberit Allahut. Nëse meditojmë rreth këtij hadithi e kuptojmë mëshirën e madhe të Zotit tonë. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i posedon 100 rahmete pa një, pra 99 rahmet. Allahu Azza wa Jalla i posedon 100 rahmete pa një vetëm prej tyre ka zbrit në tokë. Me këtë mëshirë njerëz dhimen ndaj njëri tjetrit. Mëshira Allahut anë që të banë të dhimesh për fatkeqësinë e tjetërkujt. Me këta njerëz solidarizohen me njëri tjetër me këtë mëshirën Allahut. Me një mëshirë, vetëm me një mëshirë të Zotit na dhimbë mu përqertë. Me një mëshirë të Allahut Azza wa Jall, me një grimës mëshirë të Allahut që Allahu ka zbrit në zemrët tona, na dhimbë mu përqertë dhe solidarizohemi me to. I ndihmojmë atyre, i përkthejmë ato që ndrojmë palën e viktimës. Thot me këtë lloj të mëshirës edhe kafshët e egra janë ata të cilët i mëshirojnë fëmijët e tyre. Kafshët janë ata që klishtë e tyre janë që i mëshirojnë, pse lopa vicin nuk e shkel, po e lepin e përgdhel për shkak se posedon mëshirë të Allahut. Mëshira Allahut është një vëllezër të ndershëm këtë dunja që na dhimbjen më të madhe dikush që e ka për dikan, pra njoni më i prekshëm, më i dhimbshëm që ka këtë dunja është pa i mëshirës një të Allahut. 99 mëshirat Allahut janë në ahiret. Para mendoje nëse jena falemderuas dhe mirënjohës të Allahut Azza wa Jall ndaj kësaj mëshire, ka me na kaplu 99 mëshirat Allahut në ahiret. Para ta thonshin par ton me më thona baba jot do të gjikoje, le të gjikoje ndaj te në ahiret, apo Zoti jot të e kishtë zgedh Zotin tim, nga se Zoti im është më i mëshirshëm ndaj meje se sa unë, se sa prindi ndaj fëmijës së vet. E kuptuat me kanë kena të bon, me mëshirues, na dërgoi pejgamber na zbrifi libër, na mësoi, nuk na la të utuar, na mësoi të zden që në nevojitet, na mësoi si me jetu si njerëz, na mësoi se kanë cilën palë duhet ne të qëndrojmë, na mësoi Allahu Azza wa Jall, se Allahu Azza wa Jall është betuan dhe ka thonë le aghlibanna ana wa rusuli,
nun dhe pejgambert e mi kanë me nga dhënje, cilën palë ke dëshirë të gjëndrosh. Pra Allahu të ndëshëm, Allahu Azza wa Jall nuk e vënon drejtsin apo nga dhënimi dhe vitorën, vetëm që të zbulon munafikat dhe hipokritët, të cilët nuk dëshirojnë të qëndrojnë palën e muslimanëve, nuk dëshirojnë që të ecin në fërkemat dhe gjurmat e pejgamberëve të Allahut. Pra qëndrojnë në gjurmat e pejgamberëve të Allahut, nga se shishton të Sufjan al-Thauriu, drejtësia dhe nga dhënimi vjen si shpërblim për qëndrimin tanë, për sabrin tanë që e ke pos ndaj të vërtetës. Qëndro me të vërtetën çdo herë, edhe mos u dëshpëro se ndihma Allahut Azza wa Jalla në palën e atyre të cilët e ndihmojnë fenë Allahut dhe palën e atyre që qëndrojnë në me të drejtit. Kush e ka paramendu se këtë dosje vëllezër të ndëshëm do të dalë nga pallati i krijuar nga vetë autori? E ke mendu ndonjëherë? Pra ta mos mendojnë ata që fshen pas murit të pallateve të tyre, ata që mshen pas inteligencës së shtetrave të tyre, e kanë kocë, nga se ku të vjene, kur është palosja Allahut Azza wa Jall, as murat e qeverisjes së tyre, as spionazha e tyre, as inteligenca e tyre, as forca e tyre nuk ju ban punë, do të shpalosen dosjet e të gjithëve. Do të shpalosat edhe pse s'ka llogari për momentin, llogaria në ahiret nuk është e ikon. Pra do leo të ndërshëm, ne jemi ata të cilët e përcelmi Zotin ton, i kemi frikë Zotit ton, ne nuk frikë nga njerëzit dhe i frikë më Zotit ton, për çket arsye ne kena guximin që të qëndrojmë gjithnjë me palën e viktimës kur i bëhet pa drejtësi, edhe i thojmë zullumqarit mjaftë më, për çkak se nëse ne heshmi, Allahu Azza wa Jall zgjat jetën e tyre. Sigur musliman të gjithë t'i dhështin stop pa drejtësis, ndalu mjaftë më, nuk ishtë ndodhë vëllezër të ndërshëm ajo që po e përjetojmë dhe ajo që po ndodhë. Mirë po Allahu Azza wa Jall ka qitë kushte në Kurani Kerim dhe ka thonë in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju pak e ndihmoni dinin e Allahut, nëse ju pak i qëndroni në krah të drejtës, të vërtetës, Allahu përbetohet dhe thot kam ju ndëmu dhe ka me ja forcu kam të juve kujt po i tutesh. Pra do leo të ndërshëm kjo drejtësia absolute që Allahu po e pregadit tokën për diçka të çmuar, për diçka madhore. Dhe wallahi nuk i kam kuptu shumë hadithet pejgamberit Allahut gjatë studimeve që i kam lexu, vetëm se tash unë kam filluar që të hapet perde e kuptimit për çka se jemi duke e përjetu. Dhe asnjëherë s'kisha pas mundësi unë me kuptu se çfarë do me thonë pejgamberi Allahu kur thonë te Imam Mehdiu i madh që ka më shfaqja akhiri zaman, dhe Allahu për një natë ka mundësi një njeri të pregaditën që ta udhëheqë një ummet. Si ka mundësi njeriu për një natë të pregaditët, atëherë në kohën bashkëkohore kuptova vëllezër të ndërsh se është e mundër për Allahu, se Allahu inspiron, ta inspiron të drejtën, ta kupton politikën, ta ban të drejtë ka të ecësh. Aja që ti nënështron jo besimtar, Allahu e ndihmon këtë fe dhe me njerin e lig, me njerin e prishur, me njerin e nënshmuar. Allahu e nënështron për çka se fe Allahut Azza wa Jall është madhore. Për ata gjithë çdo herë i ka paraprien para se të nga dhje vërteta janë demaskuan të gjithë dallaverxhit, janë demaskuan të gjithë tradhtarët, janë demaskuan të gjithë hipokritët, janë demaskuan të gjithë të padrejtit para se triumfon e vërteta. Kja suneti Allahut Azza wa Jall në tokë dhe këtë formë Allahu Azza wa Jall dëshiron në jape një sinjal se që ndëronin të vërtetën, mos u lukundin në ta, për çka se Allahu është palëntuaj, Allahu ja pra 3 milion dosje, për një njeri shfaqen, për një natë, kështu Allahu Azza wa Jall, për një natë e pregadit tokën për diçka madhore. Mirë po mos t'ishe nga ato që dilsh në mëngjes edhe t'linde dili nga perëndimi se pastaj ke njerëzimi kanë mu pendu, mirë po e kanë kotë se Allahu nuk ja pranon pendimin, ati që sa shpenduan para asaj dite, pra ne jemi pranë ndodhive madhështore, lumi aj që gjëndëron palën e të vërtetës,
nga se Allahu ka premtuar se Allahu do t'i krenon, do t'i nderon, do t'i lartëson të drejtit, do t'i mposht ata të cilët tentojnë të shuajnë këtë dritë të Allahut Azza wa Jall. Pra ka fillu perda të shkyjet, ka fillu të griset, ka fillu të lulzon drejtësia. E s'ka dyshim se kjo perde ka me ra dhe ka mushduk, si që ka thonë Allahu Azza wa Jall, themma zebedu fe jedhebu gjufaan, wa emma ma jenfau nas fe jem kudhu fil ard. Nëse donë me ditë deficionin cilën nga cila pali atëre lexoj këta jetë që thotë Allahu shkungma, sa e madhe të duket që ndëron vetëm përkosisht dhe shduket, mirë po ajo që i sjell dobi njerëzve, ajo ekziston, bano i dobishëm për të qenë, bano i mirë për të qenë, bano që ta shohin hajrin të qertë, ti do t'jesh nga dhimbtar, nga se margaritët janë thellë, mrena në deti, shkumba bërdoqet janë bita, vërtet, jemi në këtë sipërfaqe që ne shiqojmë vetëm këtë shkumë dhe mendojmë se në mrena nuk ka asgjë, mirë po margaritët janë mrena që shumë shpejt kanë mu shfaq. Për ata lumi ai që i cili bash pjesë marrë në shfaqen e tyre, mjeri ai i cili mashtrohet me këtë shkumë të përkoshme, lusim Allahun Azza wa Jall që këto ndodhi të jenë vëdisim për musliman, të i tregojnë atyre se si Allahu e shpalos të vërtetën, si Allahu e ndihmon hakun, si Allahu Azza wa Jall i mposh zullumqtar, si Allahu Azza wa Jall i zbulon kriminalët, si Allahu Azza wa Jall i ndërshkon jo të padrejtit, si Allahu Azza wa Jall i mposh sistemat, si Allahu Azza wa Jall e ngrit islamin. Kjo një do me thonje shumë e madhe për ata të cilët kanë zemra dhe kuptojmë. Allahu Azza wa Jall na bon pe atin wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.